kjo do jetë konferenca ime e fundit si kryetar opozite, mbasi pas datës 12 maj, kjo opozit është mazhorancë. Bëhet mazhorancë e Shqipërisë. E keni ndjerë dhe ju dhe e kanë ndjerë çdo shqiptar këtë. Kjo është ndjesia më reale, por në mënyrën më të frikshme e kanë ndjerë Edi Rama. Ju e patë si shkallmoj Ram në televizion. U shkallmua. Fliste për giotina, fliste për helme, fliste, qarës fliste. Do më thamë, ai Ram kishte nevoj urgjente për mjekim, me ato simptoma që pash. Se unë jam edhe mjek edhe kam qenë ja pasionuar. Unë jam kardiolog, po më tërhiqte edhe psikiatria. Më ka tërhequr.